Ja te kemi në kuzhinë me Albanën, mirë se të gjeta dhe javë të mbarë. Amin, amin, amin. Për ta nisur kështu me energji edhe me pozitivitet gjithmonë. Kur e manifeston një gjë, ajo gjë pritet të ndodhi, se lidhet çdo gjë me mendimet tona, apo jo. Është e vërtetë kjo pjesë. Ta mbështes mendimin totalisht. Edhe gjithashtu Çfarë manifeston ajo je? Ose themi çfarë ham kjo. Janë 3 gjëra që duhet i manifestojmë çdo mëngjes përpara pasqyrës. Që kjo ditë do të shkojë mbar. Që edhe jo, po edhe kjo nuk vjen pa punuar. Po patjetër pa punuar, asgjë nuk vjen. Me të pamundurat, por duke i manifestuar patjetër mund të shfaqen horizonte, energji të reja për punë, për të menduar ndryshe, për të fituar ndryshe. Por çdo gjë arrihet me punë. Ku ka më mirë se sa puna me djers edhe me thjesht visht një gjëra në xhepa, sepse është i manifestim, po pa të xhepa mbushen xhepat. Kujdo, ti thuash mendjen te lekët, se mos thot ndonjë që o zot shëndetëra të parë. Kjo është prioriteti. Po ditë, ne, qenia njerëzore është qenie materialiste. Është materialiste. Ka filluar bëhet shumë materialiste. Jemi të shëndetshëm dhe ne na duket sikur e kemi të mirëfill këtë gjendje gjithmonë. Vetëm kur kuptojmë që jemi smur, atëherë asgjë nuk të duket, asgjë nuk të jemi sy. Asgjë. Vjen një moment që të duket e pa vlerë. Ke Njerëzit luftuar gjithë jetën në botë, po të shikosh, kanë ikur në mosha më të reja. Pra, ku kanë pasur dhe çdo gjë. Na jep të energji dhe pastaj gjitha vivet. Është me rregullator. Te pasticja ngelemi. Pasticje pas kemi sot. Te kjo pasticja tradicionale, ashtu siç e keni ngrënë nga duart e nënave, të gjysheve, e me radhë që them unë para arcit. Na duhet makaronat. Unë i kam sill makaronat o makaronat e gjata, nuk i kam sill nga shtëpia, po ishin këtu. Patjetër që kam qumshtin, djathin, pra çfarë është bylmet? Gjalpi, djathi, qumshti, veza. Kam arën e moskatit, kam kripën piperin, arën e moskatit bashkë me piperin, zgjidhni ju të dyja. Njëra, s'poston tjetrën. Ose pak të dyja. Dhe kur flasim më pas, sepse gjithmonë është produkti lidhës, është veza dhe mielli, unë kam zgjedhur të kem mielin, çfarë lloj mielli përdorni, nuk e keni fare problem. Edhe miell mysri, dhe miell mysri përdorni, ato të ballokumeve përdorni. Mjafton ti olla. Është i vet kaq. Ka plot aty, super. Fjalët e shumta janë të tepërta, çfarë do të them, e tha goca. Olla dhe i vë vulën. Si thotë Jorgo Pulla, vulën e zjarit. Me firmë dhe me vulë. Po, edhe unë me firmë dhe me vulë, Ola them. Atëherë këtu, vendos një tenxhere që të krijoj salcën e beshamelit, patjetër që kam zier makaronat, me pak skrip dhe i kam lënë al dente. Më e mira është që vendos gjalpin me pak vaj derisa të kem të rezultat jo tërësisht të shkrirë. Shtoj mielin. Kam ujin e makaronave, sikurse dhe qumshtin. Do shtoj pak ujë makaronash, sepse është ajo lidhja organike. Derisa masa i gjalpit, ose masa i ndyres pësakt, duhet të jetë që mielli të fillojë të duke sikur zihen në gjalp. Ajo është e dukura. Derisa fillon dhe kokrizohet dhe sikur e ndryshon tjetërsohet në ngjyrë. Kur është njeriu i shplodhur si i sqaron gjërat mirë. Qenë ke shplodhur domethënë fundjavë. Plazh. Po, jam shplodhur sa. Ja pra, e freskët nga shplodhja. Duhet një shkëputje me thënë drejtën, për të rikarikuar, po. Për ta nisur energjinë kështu nga fillimi. Pakës ujë makaronash. Derisa e marrë me të mirë, do të shtoj unë e makaronave. Dhe fillon direkt të jetë ajo masa e një trajshme që na duket si supë. Do të shtoj qumshtin që mos më krijohet si qull. Pra ka diferencë. Diku, më pak kështu si më të butë
Komplet pastiqen kjo beshameli. 500 mililitra, gjysëm litri. Unë kam shtuar edhe lëngun e Pak nga makarona. Makaronave. Do të shtoj një mas kripe. Ne po të duam që mos kemi atë problemin, shtem vetëm të verdhën e vezës. Në të kundërt me raje shumë të shpejta, shtem edhe. Unë shtoj direkt, s'ka nevoj të më friksoj e verdha prerja e beshamelit. Në të Kur e kundërt, përdosh shpesh në për supa, e kështu e mëson amvisadorën për ta ftohur dhe për të krijuar atë ekuilibrin e temperaturave, në të kundërt shpëtoni vetëm me të verdhën edhe. Ja, mua tek pjesa tjetër këtu te supa mua më duhet vetëm e verdha. Te supa. Gjë që ndihmoj. Marrë dhe pjesën tjetër, që mos halë gjysmën edhe, që ta shtoj direkt këtu. Sa të fillon të Pres rëndohet, derisa të më bëhet. se duhet të japi rezultatin e vet mielli, të trashet pak, Tereza. edhe të krijoj atë kremozitetin që i duhet beshamelit. Duke pritur, që të kemi të gjithë përbërësit, që t'i shtojmë një nga një, ashtu si duhet, sepse është e vetë të beshameli që ne nuk mund t'i shtojmë gjithë përbërësit. Por, nëse ju doni që të keni një beshamel, pa proces termik, shumë mirë, me një cilës me gjysëm po. Merrni një sështen, qumshtin, E bëm pak më të lehtë. riheni mirë dhe më pak dhe e vendosin shumë pak sa të marri një vlim të avasht. Po. As vez, as një gjë. Thjesht shtoni dhe gjalpin dhe jeni shumë në rregull. Se mos, që mos të rëndohet teli i dorës. Rëndohet teli i dorës do të thotë që ne kemi në rregull, por le t'i lë kohë të duhur makaronat. Makaronat, kemi dhe djathim Ja, t'i pashtuar. largoj. Direkt pasi i bëjmë atë përzierjen. I kemi zirë makaronat mirë. Si kam shtuar as vaj, as gjë. Nëse ju kërkoni që të keni makaronat të gatuar dhe t'i lëni në frigorifer, normalisht e para gjë që të bëni, do t'i lyeni me vaj. Sikurse dhe tasin. Ndihmon aroma e vajt ose e uthus, ndihmon që mos ketë asnjë aromë tjetër të rëndë, se ne dim shumë që tasët plastik mbartin aromat e gatimeve. Dhe jo vetëm, po duhet të ruajmë tani pak nga këto enët që përdorim, jo plastikat, më mirë qelqin, inoksin, qelikun, kur flitet sa mund të arrim, se tani këto mjete pune kemi në treg dhe do të përshtatemi, por kur thua për pjesën e plastikës, është mirë që edhe pasi e përdorim të mos krijojmë kushtet që mikroplastikat të kalojnë pastaj në ushqimin ton, duke e nxehur për shembull një enë që është plastike, siç e them, nuk duhet të shtojmë ushqimin e nxehtë apo nuk duhet të përdorim me ushqime të nxehta. Relativisht janë disa informacione që ndoshta i kalojmë, i neglizhojmë për shkak të ritmit që merr jeta, por duhet të dihen sepse që tek veshja janë ato mikroplastikat që janë të dëmshme dhe shumë problematike për shëndetin. Shiko tani? Që gjenden kudo, në ushqime, në veshje dhe të teshat që veshim. Patjetër që po. Tani? Pak arë muskatit. Sa jep atë lezetin. Në salcë bardhë ose në beshamel. Shumë pak piper këtu, marr edhe ka problem se kam djathim këtu. Të dyja, pra edhe vezën e plotë edhe të bardhën që jam morën borë supës.
Pra, i mësuar të bëjmë atë më të thjeshtën që themi, shtojmë qumshtin, vezët i raj me meradh, po me beshamel ka një shije ndryshe me të drejtën. Pra, në këtë formë nuk prihet veza. Du ta punoj? Derisa të jetë kjo masë, shiko, mos jetë me trash. Sepse rrezikojmë të mos na mjaftoj për të gjithë sasinë e makaronave, duhet jetë një konsistencë ose një trajt kremi i hollë. Më i hollë se muhalebia e fëmijëve. Ja. Tani lyejmë dhe kujdesemi që të e gjithë kjo masë ja, lyet mirë. Derisa tjetë e ngopur mirë masa e makaronave të zjera. Okej, gjithë masën në tepsi për ta bërë gati në një furrë të parangrohur. Patjetër që do t'i lëtë një lugë Andronikit këtu, se di që do t'i duhet. Duhet dhe luga që të marrim gjithë masën e kremit. Opa! Këtu. Thjesht. Një sekund. Ja, jo, e lëma ashtu sepse fillon e krijon ato. Zëvend vetë. Pastiqe me krem beshameli, po e përgatisim dhe po e vendosim në furrë për t'u pjekur, po i përmbledh të gjitha produktet që përdorëm në recetën tonë të shkruar, pastiqe me djathë dhe salcë beshamel. Një pako makarona, 250 apo 300 gram djathë i bardhë, cilën do t'ja shtoni bashkë me përzierjen e produkteve të tjera, 50 gram gjalp ose vaj ulliri, ndërsa për salcën beshamel 50 gram gjalp, 2 lugë gjelle miell, 500 ml qumësht, një vezë plot, krip piper i zi dhe pak ar moskat. Kjo është pastiqja me djathë dhe salcë beshamel. Rekte në furrë të parangrohur, unë e kam të 230, e ull edhe një 10 gradësh, 220 e lë. Nxehtësia lartë poshtë, rezistenca patjetër dhe lartë edhe poshtë, në të kundër ty që nuk doni rezistencë, shumë mirë vendosini në ajër. Ja, po e tregojmë sa mirë ka kulluar dhe sa mirë është pjekur. Kemi përgatitur pastiqen sot me salcën e beshamelit. Mund ta përgatisni fare kollaj. Është një nga recetat tradicionale që i shijon gjithë familjes. Më thuaj një që preferon pastiqen. Lëmë të pikse të ftohet, gjithmonë duhet të presim që të ftohet dhe të kulloj mirë përpara se ta konsumojmë.